Tash edhe më herët, lëndimi është emocion që s'mund ta tejkalojmë. Pra, shoqëri Zotit që na ka lënë, Zoti me emocion na ka pajisur, na ka armatosur me emocion sepse ne jemi njerëz. Nëse s'do të kishim ne emocione, nëse s'do të ndoshim, nëse s'do të zgënjeshim, atë do të ishim si robot. Po prandaj shoqëri si me robot. Kemi edhe emocionin. Kemi edhe emocionin. Emocioni e ka fuqinë e vet, e ka rolin e vet. Kur gëzohemi, pra është një emocion i mirë që i përçojmë miliarda çeliza i buzëqeshit, i gëzojmë kur ne qeshim, kur kemi një gëzim dhe bëjmë të kundërtën kur kemi një edhrim. Por gjithçka para pa çdo emocioni, që lëndimi është emocion, duhet të jetë një vedije e lartë e cila ja përcakton, ja tregon kufit deri ku mund ta shtrijë pushtetin një emocion. Pra një trajektorë ngritje, zhvillim dhe rënje. Jo zhvillim pa. Keni pa njerëz të vuajnë me javë të tëra, me muaj të tërë. Çfarë bëjnë? Fillimisht nëse mendojmë çfarë na bën vujtja, a na ndreq, ta zëm nëse vuajmë për një person që është ndarë nga jeta. Vujtja jon, a kthen atë në jetë? Jo. Dhe çfarë duhet bëjmë? Ne duhet ta marrim si gjë pozitive. Pra, vdekja është mësuesja më e mirë e jetës, nëse mund ta kuptojmë, sepse nga vdekja dikujt tjetër ne kuptojmë se çfarë rëndësie ka jeta. Duhet pra çdo në jetë tonë do të bëjmë kontraste. Çfarë rëndësie ka gëzimi nëse nuk do të kishte hedhrim? S'do të kishte asnjë vlerë. Çfarë vlerë do të kishte hëna nëse s'ka rësirë? Asnjë vlerë, do dukej. Çfarë vlerë do të kishte nxehtit nëse do të ishte ftohtit? Pra gjithçka ka kontrastin e vet kur ne duhet të ja dim vlerën secilës duke e bërë kontrastin, edhe gëzimi, hedhrimi, edhe drita e rësira. Pra gjithçka e ka kontrastin e vet dhe ne duhet të përfitojmë. Kur vdes dikush, ne duhet të përfitojmë nga vdekja e tij, sepse ne çdo njeri të paktën një herë në vit është mirë të vizitoj 3 vende. Të vizitoj Varrezat, të vizitoj spitalin dhe të vizitoj Varrezat, spitalin dhe vendin të më kujtohet. Ndoshta më kujtohet gjatë. Duhet të vizitoj Varrezat për shkak se ne jemi gjallë, ne po frymojmë, ne po ekzistojmë. Kjo është pastoria jona. Duhet të vizitoj spitalin sepse t'ja dim vlerën shëndetit tonë. Pra, se ne nuk e dim vlerën shëndetit tonë derisa ne smuremi. Pastaj na bie në mend se çfarë është shëndeti. Dhe burgun sa harruam. Dhe ta vizitojmë burgun, ta dim vlerën e lirisë që kemi jashtë, që gëzojmë jashtë. Të rrim një ditë, një natë në burg, jo ta vizitojmë, por ta shijojmë një natë në burg. Është mirë të rrim një natë në burg, ta shijojmë qenit i burgosur dhe mandej t'ja dim vlerën e lirisë. Dhe këto të gjëra dhe nga vdekja, pra ne mund të përfitojmë shumë sepse sikur na thotë dikush se keni jetë edhe 10 ditë. Çfarë do të bënim ne? Gjithë personat që ne i urrejmë do të na dukshin njerëz të mirë, të afërt, do të përqafojmë sepse është një ditë e fundit, një moment të fundit. Gjitha ushqimet që ne nuk i ham do të na dukshin të shishme, sepse janë ushqimet të fundit. Prandaj ne do të llogarisim që sot është dita e fundit e jona dhe duhet t'i duam njerëzit ashtu siç janë. Jo siç duam ne, ose jo siç do të donim ne të ishin, por ashtu siç janë. Jo të shohim si trupa fizik, por të shohim si shpirtra, sepse ne jemi shpirtra. Në trupi jon, ne nuk kemi trup me shpirt, por jemi shpirt me trup. Pra, fillimisht është ndërtuar shpirti pastaj trupi. Dhe kur ne i duam njerëzit, kur ne i duam gjithë, atë ne i dim çfarë është vlera e jetës, të qenit gjallë, sepse ne gjithë do të vdesim. Por më rëndësi është si jetojmë. Nuk ka rëndësi se shumë njerëz vuajnë nga frika se çfarë do të ndodhë në botën e përteme, pa shijuar këtë botë. Pra, Zoti nuk na ka krijuar të mos e shijojmë këtë botë. Na ka krijuar ta shijojmë këtë botë dhe nga këtë botë ndërtojmë virtyte që të jemi edhe në botën tjetër, të jemi të vërtetshëm.